Një që përfaqësonte, ndroi veten e tij, një zyrtar i përgjegjshëm, i dobishëm me gjithë funksionet që ka kryer. Raporti doli, ky që është, të cilin përsëri propaganda përpiqet ta sfumoj, përpiqet ta injoroj. Por ajo është i pamohueshëm. Duke thënë këto, atër pse jemi mbledhur ne? Se është normale. Ne nuk jemi mbledhur se rezultatin e zgjedhjeve e diktoi kodi elektoral. Jo. Rezultatin e zgjedhjeve e diktoi droga, krimi, e diktoi partia shtet. Por, përsëri, këto institucione, të cilat janë institucionet e besimit të mirë në vëzhgimin e zgjedhjeve, në të gjitha vëzhgimet nga 2019 gjeri sot, kanë dhënë një seri rekomandimesh. Për përmirësimin e kuadrit ligjor të zgjedhjeve. Atëherë, ne jemi këtu pikërisht për ato rekomandime, për t'u qëndruar luajal, sepse ata qëndruan të vërtet, nuk u ndikuan, u thanë shqiptarëve të vërtetën, ne i konsiderojmë rekomandimet e tyre të dobishme për procesin zgjedhor. Më konkretisht, nga viti 91 gjeri sot, Shqipëria ka patur sisteme të ndryshme për zgjedhjen e deputetëve, nga mazhoritar tek pseudo-proporcional dhe pseudo-mazhoritar, sfundi rajonal. Natyrisht nuk mund të them që Partia Demokratike nuk ka patur rol kryesor në këto përcaktime së bashku me Partinë Socialiste, që kanë qenë dy forcat politike kryesore. Por në këtë situatë, unë do t'u garantoj për vullnetin e plot të Partisë Demokratike të përcaktojmë së bashku atë sistem që ne si forca politike opozitare e konsiderojmë më të dobishmin, pra pas një lloj pretendimi që ne do të qëndrojmë në përzgjedhjen tonë pa mirëkuptimin dhe ujdin me ju. Le të bëjmë ne këtu një përzgjedhje të përbashkët. Ne kemi përfaqësuesit tanë në Komisionin e Reformës elektorale, të cilët do t'jenë avokatrit e propozimeve tona, të ujdisura, të rëna dakord, që ne mendojmë se është sistemi më i përshtatshëm për zgjedhjet në Shqipëri. Duke mos harruar kur një gjë, se me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Të gjitha ata që mendojnë ndryshe, ose kanë mungesë të kulturës elektorale, ligjore, s'është mëkat të mos e kesh, ose pastaj janë me dashje apo pa dashje avokatër të një farse që realizon Edi Rama. Ju i dëgjoni sot se si akuzojnë popullin, si akuzojnë partitë. Nuk e ka fajin Edi Rama dhe regjim, po e ka fajin opozita se nuk i frymëzon njerëzit si në Rumani dhe në Bullgari. Me duhet të them këtyre altoparlantëve të Edi Ramës, ose
kriptoramistëve, se Rumania dhe Bullgaria janë vende të lira, se Rumania dhe Bullgaria nuk shtypet pluralizmi, se Rumania dhe Bullgaria nuk humbasin vendet e punës njerëzit në qoftë se kanë bindje të ndryshme, se Rumania dhe Bullgaria ka patur rast se kanë zhvilluar në një vit 2 dhe 3 palë zgjedhje dhe kanë ndryshuar qeverinë. Kurse ky pasardhësi i Kristaq Rams, ky nuk e shon dot pushtetin, shikoni çfarë bën, është kap në flagrancë. Hajdut me tunelin e Llogaras, e ka marrë zënës ministre, zënës kryeministre ka çuar në Ankara bashkë me te, kanë bërë pazarin me 50 milion euro si fillim, dhe tani mashtron si që është patrupsisht se nuk ka ndodhur në botë të pezullohet ministri. Hajduti pezullohet dhe arrestohet kudo në botë. Hajduti certifikuar pezullohet dhe arrestohet, burgoset kudo në botë. Qoftë ai ministër, qoftë kryeministër, qoftë president. Kjo është e vërteta.